Kompania shtetërore e armëve Kajo është krijuar nga qeveria me qëllim që pronat publike të forcave të armatosura t'u jepen biznesmenëve privat. Ky është denuncimi i fortë që bëri Arben Ahmetaj në emisionin Çimpeka Live në Syri Televizion. Sipas Ahmetajt, Edi Rama krijoi kompaninë shtetërore Kajo dhe më pas me vendime ekstraligjore futën aksionerë dhe biznesmenin izraelit Ron Jafet, i njohur si mik i afërt i kryeministrit. Kajo është kjo kompania e industrisë së mbrojtjes. Ky nuk është projekt industrial, të dashur qytetar, është Ron Jafet. Ky është projekt financiar, se Kajo s'do prodhojë ndonjë gjë. Dhe u krijua Kajo si kompani shtetërore me 100%. Okej? Me objekt prodhimin dhe tregtimin e armëve, municioneve dhe pajisjeve ushtarake. Në letër ky është projekt për modernizimin e industrisë së mbrojtjes, dakor? Në praktik, ky ligj u bë baza formale për ngritjen e mekanizmi që i jep qeverisë mundësi të përdor pasuritë shtetërore si kapital tregtar privat, jashtë çdo mbikëqyrje parlamentare. Ahmetaj cilësoi këtë si aferë korruptive të pastër të Edi Ramës, pasi Ron Jafet e futi aksioner në Air Albania dhe pasi tentoi të jap tokën ambasadës shqiptare në SBA për ndërtim, tashmë po e fut në ortakëri me kompani publike në biznesin e armëve. Thelbi është që i njëjti person që ka qenë partner të Air Albania, i njëjti Ron Jafet, i njëjti person që ka dashur t'i jepet nga ana e kreut të organizatës tereni dhe ambasada jonë në New York, i njëjti person që ka tentuar t'i japi borxhin publik dhe unë e refuzova, tani i jep, e bën partner kryesor privat tek Kajo. Kajo është aferë korruptive. Ish-zëvendës kryeministri solli në vëmendje se një nga aferat e para të dyshuara të Edi Ramës dhe Ron Jafet është kontrata me kompaninë Elbit System, e cila është marrë në hetim nga vendet e NATO-s për tenderat e armëve. Përmes Kajo është hapur rrugë me një bashkëpunim me Elbit System, kompani izraelite nën hetim nga NATO dhe autoritetet belge për korrupsion në kontratat ushtarake. Në Shqipëri kjo kompani është përfshirë në projektin e financuar me fonde publike si Akademia e Aviacionit në Vlorë. Akademia e Aviacionit në Vlorë. Akademia e Aviacionit në Vlorë pa aviacion me një helikopter, e kupton? Po bëhet fjalë për terenin dhe për asetin, se kështu për aviacionin ka avionin privat. Ku Kajo afron infrastrukturë publike, fonde dhe garanci shtetërore, ndërsa Elbit merr kontrollin mbi teknologjinë dhe përfitimin. Motej, Ahmetaj zbuloi edhe një skandal të ri, ku deklaroi se është ndërruar vetëm pak kohë më parë kreu forcave të armatosura, i cili është vëllai një miku të afërt të kryeministrit Rama. Kjo lëvizje sipas Ahmetajt është bërë me qëllim që të grabiten pronat e ushtrisë. E bukur është që këta kanë ndruar komandantin e forcave toksore para një muaj. Dhe kanë vënë një njeri, le ta investigojnë, kanë vënë një njeri të lidhur me një mik të familjes së tyre, të përmendur shumë shpesh në media. Kanë vënë vllain e mikut. Nuk e them kot, një ditë, kur mos ta arrin do ta investigojnë gazetarët, po e dini pse? Se fondet e Kajos janë tek zëri i Ministrisë së Mbrojtjes në komandën toksore dhe duan të bëjnë rrushe kumblla parat e shqiptarëve me Ron Jafetin.